Qendra Kombëtare për Transfuzionin e Gjakut në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nisi paraditën e sotme javën e dhurimit të gjakut në ambientet e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Megjithëse ishte dita e parë e fushatës, të shumt ishin studentët që nxituan të bëheshin pjesë e saj. Për të ndihmuar fëmijët në nevojë, të bëjmë mirë sa kemi mundësi të bëjmë. Ne po e bëjmë këtë për mirësi, për fëmijët që janë në nevojë, edhe të mundohemi sa më shumë aq më mirë të jetë me ne. Ne jemi shumë mirë, pasi ne po mund të shpëtojmë një jetë. Përgjatë të hënës dhe të martës, fushata e dhurimit të gjakut do të zhvillohet në godinën universitare në Curila, ndërsa më 16, 17 dhe 18 prill, stafi mjekësor i Qendrës Kombëtare për Transfuzionin e Gjakut do të zhvendoset në kampusin universitar në spital. Fushata e dhurimit të gjakut zhvillohet përgjatë gjithë vitit në të gjithë Shqipërinë. Në kuadër të dhurimit vullnetar të gjakut, sot organizojmë këtë sesor dhurimi në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Pjesëmarrja duket e kënaqshme. Dhurimi i gjakut është një akt human, shpëton një jetë, buzëqeshin më shumë fëmijë talasemike dhe njerëz në nevojë. Me këto kohë që ka këtë dhurim e gjakut në institucione shtetërore, nuk ka mungesë, por nevojat janë të përditshme. Duhet të dhurojmë me çdo ditë. Fushata Dhuro Gjak bëu arsyeja pse dikush buzëqesh sërish synon të ndihmojë ata që kanë më shumë nevojë, duke siguruar rezerva jetike për personat që i nevojitet gjaku në mënyrë permanente dhe për të kontribuar në shpëtimin e jetëve të njerëzve në situata kritike.